Të ndëruar shikues konstitucionalisht, një përshëndetje. Jemi në këtë mision analize 10 minuta të çdoditshme për të fokusuar interesin tonë editorial mbi zhvillimet e Kosovës, rajon e në botë. Sot kam të ftuar kolegun Afrim Kasolli, ku do të përqendrohemi te kryengjarja e 24 orëve të fundit. Kasolli, faleminderit për kohën. Krasi Red, për këtë bashkëbisedim. Cili ishte fokusi kryesor i zhvillimeve në Kosovë, rajon në botë? Po çka peshoj më shumë? Po në Kosovë thuajse asgjë nuk ndodhi jashtëzakonshme, po përsëritet e njëjta seri e dështimit të vazhdueshëm të kuvendit të Kosovës, klasa politike në vend po rrin indiferente nga zhvillimet globale, thuajse. Po të na arsye po rrin indiferente. Po për lloj arsye, po tash ne duhet të analizojmë qëndrimet e tyre publike. U bën muaj, ishte hera e 33, ishte hera e 33 që po përsëritet. Po mungon edhe vlerësimi se ç'po ndodh. Ishte hera e 33 që kuvendi nuk arrin ta konstituojë veten, do të një sjellje neveritse, një sjellje që tashmë i ka tejkaluar të gjithë kufijtë e arsyes, marr parasysh dinamika që po ndodhin në vende të ndryshme dhe ajo që e dominoi edhe diskutimin politik dhe publik një prononcim apo një shkrim në rrjetin e tij social të presidentit Trump që mund t'i rikthehet përsëri temës së Kosovës dhe dialogut Kosovë-Serbi për ta finalizuar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Çka hipotetikisht nëse ndodh kjo. Si është një reagimin e Kurtit që pati për këtë marrëveshje kur ju referua që nuk mund të vijojnë bisedimet pa u dorëzuar Radojçi, ndërkohë Bislimi po vjen takimet me ndërmjetësin Sorensen. Dëgjoj, unë po shpreh. Si ta zbërthejmë këtë? Unë po shpreh kështu, po lutem që megjithatë të jetë në njërin anë insistoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë një rol më aktiv edhe në dialogun Kosovë-Serbi edhe në Ballkanin Perëndimor, mirë po marr parasysh sjelljen aktuale të klasës politike të qeverisë në detyrë. Lutem që administrata amerikane të mos merret. Të vonoj thu. Po të vonoj sepse është e papërgatitur Kosova të ballafaqohet me një e papërgatitur apo nuk ka guxim? Nuk ka guxim, është e papërgatitur, pasojat nuk ka vizion, pasojat mund të jenë fatale për Kosovën nëse ne demonstrojmë sjellje të tilla, nëse ne jemi indiferent, nëse eventualisht ne po shohim çfarë është çësia diplomatike e presidentit Trump. Ai nuk doran shumë, ai nuk toleron shumë, ai ta ofron në tavolinë propozimin e paqes dhe nëse Kosova fillon të bëjë lojna Kosova nëse fillon për lloj arsye të sabotoj planet e tij, atëherë kjo mund t'i rikthehet në bumerang. Ne kemi parë, ai ka qenë i pamëshirshëm edhe në Ukrainë kur ka qenë në pyetje që ta shtyë agjendën amerikane, ka marrë vendime që të ndalen, tjetër pastaj që u tejkaluat të ndalen ndihmat amerikane për ushtrinë ukrainase, po e shohim në Iran sot, i filloi procesin e negociatave për sabotimet e Iranit jo sot jo nesër, atëherë paqe, ai nuk toleron shumë, është kërkon veprime dinamike dhe kjo klasë politike çfarë është aktualisht. Kjo mendësi politike. Nuk ka asnjë politikan që mund të marrë vendime thonë Kosovë. Tash fituesi zgjedhjeve dhe qeverinë e detyrë kemi Albin Kurtin, ndoshta të ishte ndonjë klasë, të ishte ndonjë leadership i ri politik, tjetër do të ishte situata, mirë po ne gjykimin duhet ta bëjmë me këtë që aktualisht dominon. Dhe kam frikë se Kosova do të rikthehet të njëjtave metoda, të njëjtave taktikave, të njëjtave mënyra të sabotimit të ignorimit të këtyre thirrjeve që mund të vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në këtë drejtim unë friksohem që pasojat mund të jenë fatale për ballë me një marrëveshje jo më të 4 shtatorit. Ajo mund të jetë piknisja, ajo mund të jetë piknisja. Rrëzoi kuvendi i Kosovës i legislaturës kaluar, por me një situatë mase ultimative. Po ne nuk e dim çfarë do të jetë oferta. As nuk e dim, po hipotetikisht nëse ai na vjen me një ofertë dhe nëse ne nuk tregojmë vullnet, nëse nuk tregojmë sens, nëse nuk tregojmë aftësi, do thot për qenë në linjë me kërkesat imperative, diplomatike të SBA-ve, kjo mund të na rikthehet në po është çdo qytetar të Kosovës, çdo qytetar racional të Kosovës që nuk është i motivuar e i nxitur nga interesa ditore partijake, kjo është një alarm. Duhet ta themi. Keni këtë alarm të njerëz? Të njerëzit e zakonshëm, ata që kanë bashkëbiseduar me njerëz që janë të shqetësuar për stazet afatgjata të fatit të Kosovës, kjo është shqetësuese. Nuk po flas për militantë politik, të cilët mendojnë se qendra e botës fillon dhe përfundon te liderët e kemi parë këtë histori Kasolli nga 2015 tek këtej. Duket që Kosova në marrëdhënie ndërkombëtare ka lëvizur shumë ngadalë për të bërë progres. Mos thënë ose për të thënë ka stagnuar, duke mos bërë hapa vendimtar për mbushur detyrimet si rezultat edhe nëse mund ta them trazirave të brendshme, protestave të brendshme, akuzave e përkthasjeve të pafundme që në një tjetër po vijojnë edhe sot Kosova mbahet
peng ndoshta i një guximi të munguar politik, një vizionit munguar që shtyp përpara një agjendi Kosovë për përfitime momentale stinore elektorale. Po ajo që është qetësuese, pra po tham. Momentet thupu na hupin. Po ndëgjoj, ajo që është qetësuese, se unë pash reagimin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, sa është kryeministri, as është tash kjo është temë tjetër, ju referu përsëri marrëveshja e Brukselit e tjera, një farë hierarkie të detyrimeve të Kosovës, por çësia e administratës aktuale amerikane është krejt tjetër. Ai nëse eventualisht hipotetikisht vendos të merret për Kosovën, as nuk merret me marrëveshjen e Brukselit. Ai ta ofron një marrëveshje në tavolinë të cilën ti je obliguar ti ta trajtosh, ta pranosh ose të mos e pranosh. Do nuk ka çësia e tij është bilaterale, çësia pret rajonin aktualisht. Ndëgjon, një involvim më i madh i SHBA-ve, një aftësi e leadershipit politik të Kosovës për ta lexuar drejt këtë çësje diplomatike të SHBA-ve mund të rikthehet edhe në favor, sepse në fundit ne po e shohim, jemi në procesi i negociatave në Bruksel, ka zvarritur që sa ku, jemi peng. Do situata vetëm po degeneron në shumë dimensione. Prandaj që ka nevojë për një involvim më, që ka nevojë për një dinamikë më të madhe, nuk diskutohet. Aktualisht unë dyshoj që Brukseli ka kapacitete për ta shtyr edhe për ta suportuar këtë dinamikë. Tash a do të merret administrata Trump? Të nuk mund ta them me siguri për shkak të detyrimeve, zhvillimeve shumë dramatike që po ndodhin në linjët e mesme dhe pa tejkalimin e brengës së madhe që i ka problemin e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të problemeve të mëdha që ka bota, që nuk i ke zgjidhur, nuk i zgjidhni presidenti Trump në një postim që bëri. Vetëm të analizojmë çësjen e tij. Cila është çësja e tij? Mund të rikthehet Kosovës në bumerang. Sepse nëse ne po e pam ai kërcënimet që ja bëri, apo them në një farë mënyrë jo kërcënimet, po atë si e kualifikoi atë që po ndodh me Iranin. I ofrova marrëveshje Irani refuzoi, tash let përballet me. E vërteta kjo? E vërteta është kjo. Çka nëse edhe ne, domethënë, mund të bëjmë kësi lojna. Çka nëse refuzoi marrëveshjen e tij? Kosova në shkruan me 2020. Në rregull, kjo diktaturë e shumicës së kuret e rrëzoi. Po, shumica e mandati i kaluar e ka rrëzuar. Çka edhe nëse nesër po e zon Kosova mund sillet po ashtu me indiferencë ndaj planeve të tilla. Më beso, unë jam i friksuar që pasojat mund të jenë shumë më të mëdha për Kosovën se sa për Kosovën. Konsultati sale tu. Po tash nuk mund të spekuloj se si do të jetë. Mund të kërcënohet Kosova. Nuk e di se si do të jetë, nuk e di se çfarë epilogu do të merr. Por e di që tensionet më të mëdha do të zhvillohen në territorin e Kosovës, nëse eventualisht ne nuk e lexojmë drejt insistimin e tij dinamik diplomatik për ta tejkaluar këtë sfidë. Kjo do të bëhet sipas interesave. Amerika është e para, nuk do të bëhet mos si shta kurti jo kemi marrëveshje të Brukselit të tjera. Do të bëhet Amerika është e para dhe dy në funksion të interesave transaksionale amerikane. Ne do t'i lexojmë qartë këto dy segmente të diplomacisë aktuale amerikane dhe në bazë të këtyre duhet ta përgatisim strategjinë tonë diplomatike e shtetërore për qenë të gatshëm kurdo që mund ballafaqohemi me një realitet apo me një presion apo me një rekomandim si duhet. Se po e bën me ngërç elite politike që të mos marrë vendime. Për çfarë arsye? Po ndëgjoj. Këtë hezitime të zbarkojmë me bashkëpunim me SHBA-t. Ndëgjoj, këtu është tash arsyet mund të jenë të ndryshme, mirë po njëra prej e kemi diskutuar, njëra prej motiveve kryesore, do thotë, është se kanë investuar mos madhe për përfitime të brendshme politike, pikërisht në këto detyrime që Kosova është e obliguar të zbatojë. Do tash ata duhet të ballafaqohen me atë që e kanë mohuar deri tash, që janë zotuar, që janë besatuar para opinionit publik, që me ta në pushtet nuk do të kalojnë këto detyrime. Edhe Ayatollah Khomeini është zotuar. Edhe është zotuar. Shikoje. Nuk po parashikoja si skenari apokaliptik. Du ta bëj një analizë, sepse nuk mjafton se Kosova vjen në termat e zotimeve ndërkombëtare kur jep. Po e ti e the këto që e kisha në mendje, do thotë që është e vërtetë ky zotim para opinionit publik duke i shpërfillë detyrimet ndërkombëtare mund të rikthehet në kësaj lloj bumerang, por natyrisht nuk po parashikoja si skenari apokaliptik për Kosovën, mirë po mjafton në fundit mjafton që Kosova vetëm lihet në gjendjen e cilën. E paparashikueshme politikisht këtë situatë. Po, e paparashikueshme, mjafton që Kosova vetëm të lihet të vazhdohet në gjendjen e cilën është dhe nuk ka nevojë diçka më tepër që dëmtohet fati i saj ndërkombëtar. 24 orë të fundit, cili është zhvillimi tjetër domethënë në analizën, në shikimin, observimin tuaj? Në Kosovë prapa dështimi i kuvendit, nuk pat diçka tjetër, vazhdon problemi me çështje me
energjetik, vazhdon të thotë është ende e paqartë situata për fatin e kompanive të mëdha që mund të ketë implikime të jashtëzakonshme për të ardhmen ekonomike të vendit dhe nuk ka diskutim zhvillimi kryet dominues në nivelin global ajo që po ndodh në lindjen e mesme. Tashmë ka dy lloj teza që po shkollojnë, e para që Izraeli mund ta eliminojë edhe liderin suprem të Iranit, në të njëjtën kohë sipas burimeve, prapë tham, duke refletuar mediave ndërkombëtare, amerikanët janë më skeptik për ta përdorur këtë kartë të fundit. Arsyet mund të jenë të ndryshme, por sipas kalkulimeve të mia është vërtetuar që në lindjet të mesme, kur eliminohen udhëheqësit politik e shtetëror, shkaktohet një vakum i madh në ato vendeve, pasohet nga kaosi. Kështu që amerikanët duket që janë të interesuar që këtë marrëveshje ta bëjnë pikërisht me Ayatollahun që ta detyrojnë ta nënshkruaj edhe ta kapërdi atë deri tani që se e tha edhe presidenti Trump, tha kapitullim ose vazhdimi kësaj gjendje, pra duket që amerikanët kanë në mendjen e tyre janë në të njëjtat interesa me Izraelin për të kufizuar potencialet për ta marrë të Iranit, një po dallojnë aspektin taktik. Në vend të eliminimit që sipas tyre mund të krijonte kaos më të madh derisa të krijohen autoritetet e reja politike në Iran, siç ka ndodhur në Irak e në Afganistan, e kemi po që kaosi në Libi e shumë vende, ata duket që janë të interesuar më tepër që ta detyrojnë regjimin aktual në Iran që ta ka përdi krejt atë që është zotuar para popullit të tij që nuk do ta bëj. Dhe këtë drejtim nuk po them që do të na ndodh neve si Irani, larg asaj, nuk këto mos keq kuptona, por çësia mund të jetë pikërisht presioni mund të jetë mbi leadershipin politik të vendit që duhet ta kapërdin atë që janë zotuar se nuk do ta bëjnë. Jo, ende nuk dihet se çfarë do të na vjen nga Trump, por mund të na vjen diçka që për cilën mbasi sill pa përgjithshëm në raport me Washingtonin në kaluar. Aktualisht, kjo që dua ta finalizoj. Kosova është e papërgatitur politikisht e diplomatikisht për të përballur me një administratë Trump. E para nuk ka asnjë lidhje, e kemi ngritur këtë alarm, asnjë lidhje nuk ka me strukturën, me administratën aktuale, me administratën Trump. Ish diplomat të SBA-ve që ja dojnë të mirën Kosovës, që kanë qenë si në administratën republikane, ashtu edhe në demokrate, vazhdimisht kanë alarmuar dhe kanë bërthirë leadershipit politik të vendit, që ta gjej mënyrën, që ta gjej rrugën, që të krijojë lidhje të domosdoshme me këtë administratë, pra do të nuk kemi asnjë kontakt diplomat, as kemi as ambasador të Amerikës në Kosovë, se lëmë diçka tjetër. Do të në të njëjtën kohë klasa politike po sillen me papërgjegjësi të madhe dhe nëse vim këtë situatë, unë jam i friksuar që Kosova është e papërgatitur të përballet me një iniciativë të tillë të dinamike politike, sepse do të ndodhemi para një situate që duhet ta pranoni ose ta lëni. Nëse lihet, tash po friksohem ti parashikoj pasojat. Falenderoj Kasolli për kohën. Na ndihni me Kasollin disa prej momenteve që bën Kasollin të jenë ç'a them, më të shqetësuar ka shi kësaj situate të papërgjithshme politikisht, që Kosova nuk po i merr përgjegjësitë e saj.